është aksion. Ne jemi në vendin ton të punës, aty ku na ka sjell qytetari i Republikës Kosovës me votë. Ne na obligon kushtetuta, ligjet, rregulloria e punës së kuvendit, që të jemi këtu çdo 48 orë deri në konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryesuesi nuk ka mandat të negociatorit. As të bëjë marrëveshje politike, ai thjesht e ka për obligim që ta thërras seancën konstituive dhe ne këtu të zgjedhim kryetarin dhe kryesinë e re. Kaq, këtu fillon dhe mbaron çdo gjë. Mirë po fatkeqësisht kemi suspendim të kushtetutës, kemi suspendim të ligjit dhe kemi suspendim të demokracisë. E ky vend, e kjo republikë është ndërtuar me shumë munde, me shumë sakrificë, e ne nuk do të rrim duar kryq. Nuk na e lejon as ndërgjegja, as vetdia politike, qytetare e kombëtare. Mas po këti jemi si opozit këtu. Këtu jemi si qytetar me ndërgjegje, që na ka votu populli. I falenderoj 2 deputet e lëvizjes vetëvendosje që erdhen, shpresoj që do të bashkangjiten edhe të tjerët e ta konstituojmë sa më parë kuvendin. Faleminderit shumë. A kemi drejtuar që partës kushtetuese siç keni thënë për zvarritjen që Jemi dëgjoj, situata është e qartë, e kristal, e zezë në të bardhë me 2 këmbë është shkel akt vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe po e ripërsëris, kjo nuk është krizë interpretimesh. Nuk është krizë kushtetuese, është krizë politike, është krizë morale që vije si rezultat i mosgatishmërisë së lëvizjes vetëvendosje për të konstituuar kuvendin dhe për të ecur përpara. Faleminderit shumë, do të jemi vazhdimisht këtu dhe nuk do të ndalemi. Faleminderit shumë. Na po i presim, se thamë s'po vi.